4 ndeshje, 4 fitore, një bilanc shumë interesant për një trajner vendor në mesin e të huajve në Super League. Po, këto më me thonë lërë se këto fitore kanë ardhur kryesisht falë edhe kvalitetit lojtarëve që klubi ka formulu këtë ekip, domethënë deri tash, edhe janë me vërtet, domethënë janë lojtarë shumë mirë që kanë njëherë zakonisht kur ka shumë lojtarë kvalitativ është zor edhe me i menaxhu, sidomos kur kanë në moshën që ka mundë se majrise 80% e lojtarëve që i kemi, mirë po fal karakterit tynve të mirë edhe etikës punës që e kanë, kemi arritë edhe me pas sukses të ndeshje. Po njëkohësisht duhet me të atribu sigurisht edhe ty suksesi për faktin që pavarësisht që përmendet që ka diferencë në moshë, ke arrit me gjetë modulin, ke arrit me gjetë formën për me i bashku edhe me dhonë më të mirën. Po, besoj që përvoja vitit kaluar më ka ndihmu goxha dhe ty, po prej trajnerëve ndryshëm që kanë qenë këtu formën e menaxhimit të lojtarëve, edhe kryesisht nuk e kom ditë sigurt që kam qenë për sa kohë, afat shkurt në ndeshje 2-4 që ndodhi, po jam mundu me mojt atë pozitivitetin mbrana ekipës edhe arritëm të këto fitore.